Do japim disa njohuri për paralelogramin. Shumë gjëra ju i keni bërë dhe në vitet e mëparshme, megjithatë këtu po i përforcojmë. Paralelogram quhet katërkëndëshi që i ka brinjët 2 nga 2 paralele. Do me thënë, kemi drejtën A, drejtën B, si në figurë, paralele dhe drejtëza D1, D2. Nga prerja e këtyre 4 drejtësave na formohet një katërkëndësh që i ka brinjët AD-ja është paralele me BC-n, AD paralele me BC dhe AB-ja paralele me DC-n. Veti të paralelogramit. Këto veti jepen me anë të këtyre teorema. Këndet e kundërta të paralelogramit janë të barabartë. Në paralelogram, brinjët e kundërta janë të barabarta. Diagonalet e paralelogramit priten në mesin e tyre. Të shikojmë teoremën e parë. Kemi paralelogramin ABCD. Heqim diagonalen AC. Trekëndëshi ABC dhe trekëndëshi ACD. Meqense AB-ja është paralele me CD-n, AB-ja paralele me CD-n. Sjell që këndi 1 është i barabartë me këndin 2, janë kënde ndërrues të brendshëm. Po kështu, BC-ja paralele me AD-n, sjell edhe këtu këndi 3 baraz me këndin 4 si kënde ndërrues të brendshëm. Po t'i mbledhim, këndin 1 plus këndin 3 jep këndin A, i barabartë me 2 plus 4 jep këndin C. Po kështu mund të themi që këndi A plus këndin B është 180 gradë, si kënde përgjegjës të 2 drejtësave paralele. Në paralelogram, brinjët e kundërta janë të barabarta. Këtu trekëndëshi ABC është i barabartë trekëndëshi ABC, i barabartë me trekëndëshin ACD. Sepse i pam që kishim këndin 1 barabartë me këndin 2, 1-shi i barabartë me 2-shin, 3-shi i barabartë me 4-ën dhe AC-ja e përbashkët. AC-ja është e përbashkët. Nga barazimi i 2 trekëndshave, del përballë këndit 1 është BC-ja. Këndi 1 është i barabartë me këndin 2, brinja AD është e barabartë me BC, përballë këndeve të barabarta, dalin brinjë të barabarta, po kështu dhe AB-ja e barabartë me DC-n ose CD-n. E treta, diagonalet e paralelogramit priten në mesin e tyre, ose siç themi, diagonalet përgjysmojnë njëra tjetrën. Po të marrim 2 trekëndsha, këtu, trekëndshin AOD është i barabartë me trekëndshin BOC. Sepse kemi DC-ja e barabartë me AB-n. DC-ja e barabartë me AB-n. Dhe AD-ja, thëmë, është e barabartë me BC-n. Pra, kanë këta 2 trekëndsha, kemi AD barabartë me BC. Këndi 3 është i barabartë me këndin 4 dhe këndi 6 është i barabartë me këndin 5 si kënde ndërrues të drejtësave paralele, që këtu sjell që AO-ja është e barabartë me OC-n dhe OD-ja e barabartë me OB-n. Diagonalet përgjysmojnë njëra tjetrin ose priten në mesin e tyre.
Ushtrim me zbatimi. Gjeni këndet e paralelogramit ABCD nëse këndi A është 84 gradë. Këndja A është i barabartë me këndin C, këndet e kundërta tham, janë barabartë me 84 gradë. Këndi B është i barabartë me këndin D, është i barabartë me 180 minus 84 96 gradë. Këndi B baraz me këndin C. Këndi A, kërkesa tjetër, minus këndin B është 50 gradë. Të gjenden këndet e këtij katërkëndëshi ose të këtij paralelogrami. Dim që A plus B-ja është barabartë me 180 gradë. Shuma e dy këndeve përgjegjës. Duke i mbledhur anë për anë këto dy barazime, del 2A baraz me 230 gradë. A-ja baraz me 115 gradë. Edhe C-ja është barabartë me 115 gradë, e barabartë me këndin A. Këndi B është i barabartë me 180 minus këndin A që kemi 115 baraz me 65 gradë. Këndi B baraz me këndin D baraz me 65 gradë. Këndi A plus këndin C është 120 gradë. Të gjenden të katër këndet. Me qenë se këndi A është i barabartë me këndin C, janë këndet të kundërt, se i cili nga këta është sa gjysma 120 pjesëtim për 2, 60 gradë. Të dy janë të barabartë. Këndi B është 180 minus këndin A, 180 minus 60 baraz me 120 gradë. Këndi B i barabartë me këndin D baraz me 120 gradë. Perimetri paralelogramit ABCD është 20 cm. Këndi A është 30 gradë, kurse lartësia DH e hequr mbi AB-n është 5 cm. Gjeni brinjët e paralelogramit. Atëre këndi A është 30, DH-ja është pingule me AB-n, DH-ja është 5 cm, perimetri është 20 cm. Në trekëndshin ADH, me qenë se këndi është 30 gradë, DH-ja është sa gjysma e hipotenuzës, vetë hipotenuza AD është sa dy fishi i katetit DH, baraz me 2/5 10 cm. Po AD-ja është e barabartë me BC-n, baraz me 10 cm. Perimetri është 2AB plus 2BC, mund ta shkruajmë, sepse brinjët janë 2 nga 2 të barabarta, baraz me 40. 2AB-ja baraz me 40 minus BC-n e kemi 10, 2 herë 10, 20. 2AB-ja baraz me 20, edhe AB-ja e barabartë me DC-n baraz me 10 cm. Diagonalja e paralelogramit formon me dy brinjët e tij këndet 25 gradë dhe 35 gradë. Gjeni këndet e paralelogramit. Kemi paralelogramin ABCD. Diagonalja formon me dy brinjët afërndense këndet 25 dhe 35. Atëre, këndi A është i barabartë me 25 gradë plus 35 gradë baraz me 60 gradë. Edhe këndi C është i barabartë me këndin A 60 gradë. Këndi B
baraz me 180 minus këndin A që e kemi 60 grad, 120 grad. Këndi D është i barabart me këndin B, është i barabart me 120 grad. Pra, dy kënde janë 120 dhe dy kënde janë nga 60 grad. Për gjysmorja e këndit D të paralelogramit, pret brinjën AB në pikën E. Pra, këndi 1 është i barabart me këndin 2. Gjeni perimetrin e këtij paralelogrami nëse AE-ja është 10 cm dhe EB-ja është 8 cm. Gjeni perimetrin. Pra, këndi D1 baraz me këndin D2, AE-ja është me 10, BE-ja është me 8 cm. Marim trekëndshin ADE. Këndi 3 është i barabart me këndin 2, si kënde ndërrues të brendshëm të drejtave paralele AB me DC. Po këndi 2 është i barabart me këndin 1, thamë. Sjell që këndi 1 është i barabart me këndin 3. Në këtë trekëndësh kemi dy kënde të barabart, dalin dy brinjët e barabarta. AD-ja e barabart me AE baraz me 10 cm. Po kaq është dhe BC-ja. BC-ja baraz me AD-n 10 cm. AB-ja është e barabart me AE plus EB baraz me 10 plus 8, 18. Kaq është dhe DC-ja. DC-ja 18 cm. Perimetri i ABCD është e barabart me 2AB plus 2AD baraz me 2 herë 18 plus 2 herë 10. Perimetri baraz me 20 edhe 36, 56 cm. Pra 2 herë 18, 36, 2 herë 10, 20 edhe 36, 56 cm. A mund të jetë diagonalja e paralelogramit e barabart me brinjën e tij? A mund të jetë diagonalja BD e barabart me brinjën AD? Në qoftë se AB-ja do jetë e barabart, ky këndi këtu A do jetë i barabart me këndin B, meqense ky këndi B do jetë i barabart me këtë këteja, dhe ky tjetri do jetë këtu, kjo do jetë e barabart dhe me DC-n. AD-ja është e barabart me BD-n dhe DB-ja ose BD-ja është e barabart me AC-n. Pra ky është një rast i veçantë. Njëra diagonale mund të jetë e barabart me brinjën, po të dy diagonalet nuk mund të jenë të barabarta me brinjën. Nga kulmet B dhe D të paralelogramit ABCD, AB-ja e ndryshme nga BC-ja në gjatësi dhe këndi A është i ngushtë. Janë hequr pingulet BK dhe DM mbi diagonalen AC. Vërtetoni që katërkëndëshi BMDK është paralelogram DMBK. Që ky të jetë paralelogram, duhet të plotësojnë një nga kushtet e teoremës. Po të marim DM-ja është pingule me AC-n. Po kështu dhe BK-ja pingule me AC-n. Trekëndëshi AMD
është i barabartë me trekëndshin BKC, sepse janë trekëndsha këndrejt. Kanë këndin me, baraz me këndin K, baraz me 90 gradë. Kanë BC-n të barabartë me AD-n. Kanë dhe këndin A1 të barabartë me këndin C2. Këndi 1 po shkruaj, i barabartë me këndin 2, janë kënde ndërrues të brendshëm. Që këtu del BK-ja e barabartë me DM-n. Dy brinjët e kundërta të katërkëndshit D me BK janë paralele, BK-ja me DM-n tham janë paralele dhe të barabarta, BK-ja paralele me DM-n. Dy drejza pingulle me një të tretë janë paralele. Njëkohësisht vërtetuam që janë dhe të barabartë, atëre katërkëndshi është paralelogram.